Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Demit. Do bëjmë leximin e juaj të javës, që nuk do të thotë vlen vetëm për këtë javë, po e themi ashtu nga që po lexojmë çdo javë. Të dashur Demër, titulli i leximit juaj do të quajë kështu: Po paguar një çmim të lartë për qetësinë që nuk të shërben më. Të dashur Demër, po përpiqesh të mbash diçka nën kontroll, por realiteti është që në fakt në heshtje po lodhesh. 5 të zjarit dhe 7 të zjarit tregojnë qartë po ndjen presion për të duruar, për të qëndruar i fortë, për të mos i zhgënjur të tjerët dhe në këtë përpjekje për të mos i prishur ekuilibrat, po shkatron paqen tënde të brendshme. Më vjen keq, dashur Demër, por që kjo është një e vërtetë që duhet ju thuhet, që të kuptoni se çfarë duhet bërë më vonë, apo çfarë mund të ndërmerrni për të rregulluar këtë gjë. Ky lexim këtu, nuk e di për kë po lexoj, por që është i dhimbshëm, ta them më butë. Tetë të ajrit është një pasqyrë brutale. Ti e di që diçka nuk po ecën. Një situatë, marrëdhënie apo mënyrë jetese është bërë një pelg që nuk të ushqen më. Je i mbërthyer në diçka që ka pushuar së dhëni kuptim, por vazhdon aty sepse është e njohur apo më siguron. Është ajo zona e komfortit. Sa do keq ta kemi, aman mos të bëhet diçka e re, kështu do duroj. Tetë ajrit flet për mendime të tepërta, për fjalë që s'thua dot, për ndjesi që i shtyp, ka zëra të mbrëmshëm, të dashur Demër, apo të jashtët që të mbajnë të lidhur në një realitet që s'të ngjan më, që nuk të jep as edhe një gjë. Është si të duash të ikësh, por të mos lejosh veten të shohësh derën që është përballë. Shamani, që është një urtë tradicional dhe është i mençur, dituria, urtësia vet, vjen si një thirrje për të rikthyer tek vetja, je tek dogmat, jo tek zakonet, por tek mençuria që e ke brenda, por se dëgjon më nga lodhja, të dashur Demër. Ti nuk ke nevojë për më shumë mendime, ke nevojë të ndalosh, të dëgjosh dhe të marrësh vendime që lidhen me vlerat e tua reale, jo ato që ke trashëguar nga të tjerët. 7 të tokës është ekces. Gjitha letrat janë një dhimbje që janë ca Demër duke e përjetuar dhe sikur kanë ngecur në të kaluarën dhe po jetojnë të tashmen. 7 të tokës është në një farë mënyrë e mbyll leximin me një sinjal të qartë, je duke dhënë më shumë se çmerr. Nuk është gjithmonë fisnike të japësh, absolutisht. Kur në fund mbetesh bosh. Kjo është koha të rimarrësh për vete atë që dhe të tjerëve pa mas. Kohë, energji, mirëkuptim, durim, nuk është egoizëm, është mbijetesë emocionale, të dashur Demër. Detyrat që do ju jap letrat, apo si të doni, dhe unë, për këtë javë, që të mund të bëjmë hapa konkret për të dalë nga kjo situatë. Identifiko një situatë që të ka konsumuar emocionalisht, cila është më e madhja, më e shumta. Vendos çfarë do bësh me të. Pa e shtyr më, pa thënë më vonë, nesër, dikur tjetër. Ngrije zërin aty ku je heshtur për hir të paqes. Për hir të paqes. Paqe e rreme është burg, jo shpëtim. Vendos kufi të ri me dikë apo me diçka që të ka mbi garkuar. Lëre pas çdo zakon që nuk të përfaqëson më, çdo kulturë, çdo gjë që të pretendohet të kërkohet nga ty, që themi zakonisht, jemi mësuar, ne jemi shqiptar, ne kështu e bëjmë. Mbi gjitha, jemi njerëz. Ti mbajmë kulturat, gjërat, zakonet e bukura. Ato të këqija t'i hedhin poshtë.
Ti mbajmë, kemi atë shumë gjëra të bukura, ato ti mbajmë. Jo të mbysim veten, apo të venitemi dal nga dal. Mesazhi për ju të dashur, qetësia e vërtet nuk vjen nga qëndrimi në vend, por nga të jetuarit në përputhje me veten, absolutisht. Mos rri më aty, me atë, në atë, apo aty. Çfarë do që të jetë kjo situata, ku është rehat, por e zbrazët. Jeta jote ka nevojë për ujë të rrjedhshëm, jo për pelgje që të thajnë. Janë detyrat e tua dhe uroj që javën tjetër të lexoj që keni filluar të bëni hapat e parë, qofshin dhe gjysma, por përpara, jo në vend numëro.